E njoftum që në bënisht në dalit në orat 0-0. A ka një prodhim aty si tash? Nëse shikojmë historinë, mund me pas raste kur ka pas. Ka pas edhe më herë. Nuk e kam informatën e saktë. U kanë webfaqe që prodhimi për nesër ka më kanë 0, shitja Është korrigjuar njoftim. Të keku është në një tranzicion ku është duke investuar me 100 miliona euro në kapacitetet e saj ekzistuese dhe shtimin e këtyre kapaciteteve. A i bjen që asnjë blok në Kek nuk është pa probleme aktualisht? Për momentin, bloku Bani nuk është me probleme. Unë njoftoj që të shkojmë tek njësia B2 të shohim investimet që janë të ndodhur sot, investimi 56 milion euro e shinjet e juve me sytë e juve. A në ndalin nesër bënish? Faleminderit shumë rehabilitim. Edhe ky projekt e financuar 100% të mjeteve Keku. Hapja e këtyre aplikacione bëhet me tim që nesër të prodhojmë 190 MW në Galicia ata. A keni pas në një moment ku ka pas 0 prodhim në Kek? Dje, sot? Nuk ka pas asnjë moment. Këto prishjet që janë të ndodhë, a mund të evituam prej anës stafit të Kekut, për shkak se kemi raste të shpeshta që është ndodhë rënja e bllokut, detyrimet për me ndalë bloku? Po, kjo është e natyrshme, është vjetërsia e stabilimenteve që kemi. Kosova ka 60 vite, Kosova B ka 40 vite. Kosova B është në proces të modernizimit, Kosova A e kemi njësinë